Big Brother është një lojë që ka një afat skadence, por të zot janë banorët që e ruajnë famën pas mbarimit të Big Brother. Do të kthehem sot për të komentuar se çfarë po bëjnë finalistët e Big Brother Kosova VIP 3. Në finale shkuan 5 persona: Sara, Driloni, Xheneta, Xuxi dhe Vullneti. Se çfarë po bëjnë këta, do t'i sqaroj ose më saktë do t'i përflas me ju. Aktualisht Sara Kolami është ajo e cila ka projektin që ka treguar që do të bëhet në Klan Kosova. Supernova, një projekt, një show me modele ku do të mësojnë dita ditës se çfarë është foto, çfarë është pasarela, si të bësh reklama, gjithçka që ka të bëjë me spektaklin, me të bukurën, me modelizmin, por me të gjitha edhe një lloj aftësimi që vajza do të mësohen me kamerat, pasi ky projekt do të jetë një reality show. Ato do të jetojnë me njëra tjetrën dhe do të mësojnë më shumë nga bota e modës, por edhe nga bota e medias. Është një projekt i cili do të jetë për herë të parë në ekranet e Kosovës, është një projekt i cili do të jetë në nënvullën e producentes Olca Muhameti në bashkëpunim me Sarën dhe Niko Komanin. Një treshë e cila ka gjetur gjuhën dhe kurioz jemi të shikojmë se çfarë do të sjellin në javët në vijim. Big Brother i Sarës nuk ka qenë një Big Brother me shumë dramaticitet apo me zhvillime të forta, por ka qenë një Big Brother që ka ecur në ujëra, le të themi të qetë, në ujëra stabil edhe në ujëra të një prezantimi që ajo i bëri vetes në kufin të edukatës, në kufin të një respekti edhe në kufin të një banore që tregoj mirësi, por edhe tregoj tolerancë edhe kur e ofendoni edhe kur e bullizoni në shanin. Ajo ka treguar një lloj roli, ose nuk e di nëse është në të vërtetë ashtu, por ka treguar një lloj qasje të një vajze me finesë, të edukuar dhe larg gjuhës së rrugës. Nga ana tjetër, fituesi Driloni ka treguar shpeshherë që po merret dhe është fokusuar 100% në boks. Ai nda me ndjekësit e tij, momente nga stërvitja, ai ndollet në Gjermani, ku ka treguar që po bëhet gati për të nisur në javët në vijim edhe ndeshjet për të cilën ai edhe ka punuar për gjatë kësaj kohe, por edhe për këto vitet e fundit, pasi puna e tij e vetme dhe fokusi i tij 100% është e boksi, dhe këtë gjë e ka treguar dhe brenda Big Brotherit. Ai dëshiron që të bëhet kampion bote dhe me të gjithë vullnetin që ka, besoj që një ditë do të arrijë. Nga ana tjetër, Vullneti ka bashkuar forcat me Gresën dhe ka një emision të lezetshëm në YouTube, Si e ti ai që vendos, ku çdo të premte ata ka një personazh VIP, ku le të themi trajtojnë me të skeçe, në raste konkrete nëse janë këngëtar, trajtojnë skeçe të videoklipeve më të bujshme apo të videoklipit më të bujshëm, dhe Gresa dhe Vullneti e realizojnë në mënyrë tepër fani, bëjnë biseda të lirshme, pyetje. Pra është një program i cili shkakton të qeshura, është një program që ka ngjyra dhe ka një larmishmëri të bukur që kjo dyshe ka treguar dhe brenda Big Brother që ka një kimi dhe e kanë shfrytzuar, dhe ja ku jemi sot në një emision të përbashkët që ata kanë në YouTube. Nga ana tjetër, Xuxi është në heshtje. E nëse do të flasim për Xhenetën, ajo ka treguar që është një vulkan edhe nuk pushoi, edhe ajo ka bërë Big Brotherin për 6 muaj pasi mbaroi Big Brotherin e Kosovës. Xheneta u zhvendos në Big Brotherin e Shqipërisë, jo brenda lojës, por jashtë saj, pa aq shumë e komentuar, me pozicionin që ju ofrua si opinioniste në e diell. Ajo, le të themi, ka qenë një faktor shumë i lidhur me Big Brotherin e Shqipërisë që vijon ende të komentohet në lidhje me gjestin. Dhe personazhet e tjera që i kanë, le të themi, dhe personazhet e tjera që ende janë në qarkullim, është padyshim çifti vetëm që doli nga ai format që ende po ruajnë lidhjen e tyre të shëndetshme, që është Leo dhe Lela. Leon e kemi parë me disa projekte, ku së shpejti flitet që do të ketë edhe një projekt me një këngëtare emër të madh Big në Shqipëri, e do të jetë një surprizë për të gjithë adhuruesit e muzikës së tij dhe të gjithë fansat e shumë që e ndjekin dhe e suportojnë që nga fillimi i Big Brotherit dhe po e bëjnë ende. Nga ana tjetër, Lelën e kemi parë shpeshherë duke bashkëpunuar me produkte vendase, por edhe të huaja, pra një influencere e cila e ka rritur audiencën e saj dhe i ka vendosur pikësynimet ku duam ne ta shikojmë atë. Ndoshta do ta shikojmë edhe në ndonjë projekt televiziv, apo do ta shikojmë këtë çift më shumë pjesë e ekranit. Një tjetër banor, edhe pse nuk
pati një rrugtim të gjatë, për vetëm disa ditor, Atillën e kemi parë shpeshherë në media apo dhe në ekran, një figurë e kontestuar nga një shumicë, por nga ana tjetër edhe një figurë e pëlqyer për një lloj personaliteti që ka treguar me prezencën e tij. Së fundmi e kemi parë dhe në videoklipin e këngëtares Rovena Stefa, ku kjo dyshe her pas here ka ngacmuar publikun duke hedhur dyshime që mund të kenë një romancë, edhe ja kanë arritur qëllimin, pasi edhe suksesi që ka kënga e Rovenës është tepër i lartë dhe kjo dyshe le të themi ka mbërthyer publikun. Të tjerë banor janë harruar ose nuk kanë se çfarë të bëjnë dhe nuk kanë ndezur. Big Brother është një lojë që mbaron shpejt, por puna është ta mbash atë.